Kemi kuvend, nuk kemi qeveri. Kjo është kjo politike e zotit Kurti edhe lëvizjes së zotit Colli deri këto. Praktikisht edhe për sa do të jetë ky kuvend është, por nuk kemi qeveri. Propozime kaotike, interesante, por krejt kaotike, për një kabinet i cili nuk e merr besimin, është besoj shumë i rëndë për propozuesin këtë rast. Dhe përfundimisht ajo që kam thonë gjithmonë kryeministri dalit edhe kalon KLDK-ja, kështu që. A qëndron brapa deklarimin e partitë të opozitës? Është çështje e mirëbesimit të Presidentës Republikës. Këtë rol e jep kushtetuta, kush mundet me emërrimi shumicë politike, mundet me u ofru dhe presidenti. Unë nuk po shoh që ka shumicë politike. A qëndron brapa deklarimit se nëse dikush i ka 60 vota, ti të shpish të tjerë 60.000? Edhe sot e kam pas mundësi me dëshmuar, nuk ma dëshmuar dhe nuk më kam bind. Me mundu, s'pako është dash më mundu me bind deputetin, por nuk kanë arrit me bind kërken, jo vetëm mu, cili në emër dhe për Republikën e bën vlerësimin final edhe votoj, pse jo, por o po që kjo është largë 60, fatkeqësisht. A mund të kemi një qeveri të përkohshme vetëm sa për të votuar buxhetin që mos hyjmë në një krizë buxhetore ose diçka të ngjashme? Qeveria kjo është në detyrë, por kjo ka problem ligjor sepse mund të ketë një qeveri të re që të votohet vetëm për të votuar buxhetin. Nuk është vetëm buxheti, janë edhe ratifikimi i marrëveshjeve ndërkombëtare që kanë krejt lidhje financiare dhe interes financiar, të lidhe planin e rritjes për BE, po problemi është janë edhe sankcionet financiare, janë edhe suspendimet për zhvillimi i marrëveshjeve strategjike, që janë probleme serioze, por ajo është format këtë tjetër. Për me mrej qeveri teknike, Kosova shumë e politizume me dalë me qeveri teknike, por qeveri e unitetit për shembull, ose qeveri kalimtare që ka propozuar zoti Lumera Beqiku, ka pas këtë qëllim. Kjo ka qenë arsyeja pse ne i kemi propozuar me kohë. Faleminderit shumë. Ditë jo e mirë për Kosovë.